Me kë keni punuar më shumë, Zoti Mulaj, përgjatë këtyre muajve, nëse flasim për regjistrimin e diasporës, se do të keni dhe fushat përpara dhe kam përshtypjen që fakti që nuk u përzgjodhet për listën e kandidatit për deputet nuk do të thotë që nuk do të bëni më fushat. Absolutisht që jo. Me kë keni punuar më shumë në këtë muaj? Sigurisht që me zotin Balla, i cili është i dërguar për diasporën, i cili kam pasi bised kohët e fundit me të dhe së shpejti do vazhdojmë fushatën për t'i kërku votën bashkëdhetarëve tanë në Britani dhe më gjërë, që është në Amerikë, në Itali, në Greqi dhe kudo që ata janë bërë pjesë për të marrë pjesë në zgjedhjet e fundit. E vlerësoj Balla bashkëpunimin me ju? Absolutisht. Një zotim nga ana e tij që mund edhe të përfshiheni në lista në këmbim nuk kishte? Nuk ka lidhje kjo. Nuk funksionon partia jonë kështu. Partia jonë ka sa ideale dhe sa principe të cilat respektojnë në momentin dhe në kohën e dur. Pse me PS-n dhe jo me PD-n? Apo me të rinj? Sepse besoj fort tek fryma e kryeministit dhe ideja dhe vizioni i kryeministit për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, pasi është rruga e vetme. Dhe po flasim për Britaninë, ju jetoni në Britani, vendi i cili bëri çmos për dal nga Bashkimi Evropian. Por këto janë politika, interesa, për sa i përket kësaj interesa ndoshta personale ekonomike të Britanisë së Madhe. E mendoni rikthimin në Shqipëri, zoti Mulaj, nëse Edi Rama arrin një mandat 4 pas 11 majit? Absolutisht, ta kam thënë disa herë tjera që unë jam i gatshëm për të kthyer pasi s'kam asnjë gjë tjetër për të bërë atje. Vetëm Po këtu çfarë siguri e keni? Absolutisht gjithçka nëse ti mendon që mund të bësh qoftë një jetën private, biznes po themi ose politik. Pra është Shqipëria tani më duket mjaft qartë, dukshëm që ka ndryshuar, kohët e fundit ka klimë shumë të mirë. Po këtë se ka sjellë Edi Rama. Absolutisht po është njëri që ka drejtuar Shqipërinë 12 vitet e fundit, sipas ka sjellë Edi Rama. Po flisim për klim biznesi? Absolutisht klim biznesi politike, klim biznesi politike dhe çdo gjë që i duhet një populli ose një komuniteti për tu updetu dhe për të jetuar në vendin e vet. Dakor, përveç zotit Balla, me kë keni punuar më ngushtësisht, le themi për se nëse 250.000 ishin shqiptarë të regjistruar në total në diasporë, tani nis një tjetër betejë, ti bindni që ata të votojnë. Po, absolutisht. Para 11 majit për ta dërguar me post votën e tyre. Kemi qenë lidhje me gjithë faktorët dhe me gjithë kryesinë e Partisë Socialiste dhe kemi bërë të pamundurën që qytetarët dhe bashkëqytetarët që jetojnë jashtë Shqipërisë të regjistrohen. Sa janë regjistruar në Londër? Më përgjithësohet 17.200? 17.200 në Britaninë të Madhe. Britaninë të Madhe, po. Sa prej tyre besoni se do ta ushtrojnë të drejtën për të votuar nga këto 17.200? Besoj që një pjesë e mirë, 95% do të votojnë, pasi ka një amendësim që 5% ndoshta nuk e marrin votën për shkak se vota në momentin kur dërgohet personi që merr votën e receive atë, duhet jetë prezent. Po, dhe nga këto 95% do të votojnë për Partinë Socialiste? Sa? Unë mendoj që Partia Socialiste është përfaqësuar denjësisht me zonjën ndresa, me profesorësh e ndëruar, edhe po të shohësh në krahun e kundërt të opozitës, nuk ka përfaqësim, kishte aty figura të mira që ishin primare. Për shembull, do veçoja Daniel Nikolën, ishte në primare, por që nuk arriti dot që të kualifikohet dhe të jetë pjesë e garës. Në përgjithësi, si e pe listën e Partisë Socialiste, ndoshta edhe me ethe, ankth, sikletë, se prisje dhe emrin tënd. Megjithatë, sa shansi është dhënë të rinjve? Është dhënë shumë shans. Po të shohësh listën e Partisë Socialiste, nga deputetët që duam ka përfaqësues duke nisur që nga qarku vit Kukës deri në Gjirokastër. Plot me të rinj, me të reja, listat mbyllura, listat hapura, gjë që tregon prapë vizionin e Edi Ramës për të çuar Shqipërinë përpara me njerëz të rinj dhe me figura të reja. Ndërkohë, një lexim të listës do më bësh, emrat që prisje të shihje, ndarja, lista e hapur, lista e mbyllur, të vjetrit që do duhet të garojnë realisht të kërkojnë votën, pra që Rama nuk i vendosin në listë të sigurt për t'i patur edhe një 4 vjeçar në parlament. Apo një deputet me shumë mandate lehtësisht ka ta siguroj një vet, pa ndihmën e partisë. Edhe unë kështu mendoj. Me qenë se figurat vjetra të Partisë Socialiste, po themi ndër vite, si rasti i zotit Majka apo zotit Braçe, mendoj që duhet kenë terren për të mbledhur vota dhe për të qenë pjesë e parlamentit, pasi i mendoj të dy figura shumë të rëndësishme për Partinë Socialiste dhe njerëz që i duhen asaj. Po, për Partinë Demokratike një koment për listën e PD-s, më veçove Daniel Nikolën, që jeton në Londër ndër të tjera dhe mund të ishte më së miri një përfaqësues realisht i opozitës, një përfaqësues i diasporës. Emrat e tjerë pastaj që nga lista e Tiranës, që kryesohet nga zoti Berisha,
besnikët e tij, ata që Berisha i quan qendrestar për të gjithë kauzën e PD-s në këto 4 vitet e fundit për çarjen e demokratëve, por që sot është në një nivel tjetër sipas zotit Berisha. E kundërta e asaj Partisë Socialiste dhe kampi tjetër kundërshtar, po të njëjtë figura. E njëjta figurë nuk ka listat e Partisë Demokratike dhe shif listat e mbyllura, nuk keni figurë të re në atë listë. Po ti shofësh gjithë një nga një, janë gjithë ata që kanë qenë aty, dikush që i shërben Sali Berishës që 35 vite demokracie këtej. Pra nuk prodhon asgjë. Kishte figura të reja në listën e hapur, por që Berisha është kujdesu që të ketë besuar e ti në listën e mbyllur dhe atë të hapurit bëjnë luftën përveç Jorida Tabaku. Do thosha që ishte një pikpyetje sepse nuk ishte në listë mbyllur, por këto i di Sali Berisha më mirë se në tjerët.